my administration will be reclaiming the Panama Canal, and we've already started doing it. Just today, a large American company announced they are buying both ports around the Panama Canal and lots of other things having to do with the Panama Canal and a couple of other canals. The Panama Canal was built by Americans for Americans, not for others, but others could use it. But it was built at tremendous cost of American blood and treasure. 38,000 workers died building the Panama Canal, the most expensive project also that was ever built in our country's history if you bring it up to modern day costs. It was given away by the Carter administration for $1, but that agreement has been violated very severely. We didn't give it to China. We gave it to Panama, and we're taking it back. Tani, problemi është, në qoftë se kush ka në informacion, ka të dhëna që ka në rezistencë qeveria panamese, apo i ka ullur Panama? Kryeministri i Panamas, me falë se ta nërpreva, kishte deklaru që kanali i Panamas nuk është në shitje, por me njëherë pas saj deklarate, kishte dhënë këtë deklarat Trumpi, në të cilën e shprehi shumë qartë që Amerika ka investu, Amerika e ka nërtu, punëtorët Amerikanë. Çfarë tha më pas pra, kryeministri? E tha për para fjalimit të Trumpit. Brapa ka hesht. Ka pas probleme me rrypën e pantallonave. Brava mirato, heshe miratim, aplikoj princip administrativ. Ka pritë mbështetje prej Macronit, por nuk është një Macroni. Ka pritë me i qutë trupat Macroni. Pa, do më thanë, me temperamentin që ka tje një goxaj, se ti je trampisti vjetër. Me temperamentin që ka Donaldi dhe me këtë eufori që ka dhe me këtë, se të është erë të mbarë që ka, se në fakt për një muaj ka kryer një efekt shumë madh. Mund të jemi pro, mund të jemi kundra, por një trondite, një tërmet vërtet e dha. Ka filluar një e premtoj dhe e dha. Do ta bëjmë një emision tjetër. Mendon që mund shkojë Trumpi deri në zbarkim në Panama? Jo, nuk është e nevojshme. Panamaja do të bindet në këtë aspektin politik dhe ekonomik dhe nuk ka nevojë që trupa në Panama.